sa sigurt janë qytetarët? Zero. Kthehemi pak tek CV-ja e Gilmando Danit. E para një, ai ishte ai në çfarë statusi ligjor, në kërkim se ka qenë pjesë e dosjes Shullazit. Po, patjetër, Gilmando Dani Flavio ishte dënuar me 12 vite burg për çështjen e Hotel Volgës, ku ishte akuzuar për grup strukturuar kriminal dhe kanosje për çështjen e kërcënimit të biznesmenit Ylvi Beqa për shkak të zgjatjes së gjyqit të Emiliano Shullazit, rreth 5 vite i kishte kryer në paraburgim dhe për shkak kësaj kishte përfituar ditët e veta të uljes dhe ishte liruar në vitin 2023 me kusht, le të themi, një procedurë normale kur ka kryer thuajse gjysmën e dënimit. Megjithatë ai nuk ishte një emër i panjohur për policinë e Tiranës, për policinë e shtetit, për gjithë institucionin ligjzbatuesi, ishte një njeri me i skeduar dhe i shoqëruar, por gjithashtu dhe le të themi shënjestër e disa atentateve. Në vitin 2011, Gilmando Dani ka qenë shënjestër një atentati në Tiranë, të cilit mundi t'i shpëtoi, po ashtu në vitin 2015, teksa udhtonte së bashku me Emiliano Shullazin në rrugën e aeroportit të Rinasit sërish, ndaj tij ishin me një mjet tip Golf 4 në zonën e Qafkasharit, kur ndodhi atë. Në zonë shumë pranë ku ekzekutua, shëlluar me breshëri automatike së bashku me Emiliano Shullazin, mjeti i tyre ka dalë jashtë rrugës duke përfunduar, por atkohë edhe Emiliano Shullazi dhe Gilmando Dani arritën që t'i shpëtonin këtij atentati. Në të njëjtën ditë, thuajse në një fraksion shumë vogël minutash në rrugën e Kavajës, një grup tjetër, pjesë njerëzve të Emiliano Shullazit, Pajtim Seriani, disa emra të tjerë dhe ato pjesë prej një atentati dhe atkohë u mendua që goditja ishte e përqendruar, le të themi 2 atentate në zhdukjen e komplet bandës. 2 atentate. Nga kush janë bërë këto? Kjo është policia ende sot e kësaj dite nuk është se i ka zbardhur. Me kë kishin armiqësi kështu të njohura nëse mund të kemi? Atëherë armiqësit, domethënë le të themi këto janë persona precedent penal të cilët kanë armiqësi me grupe ndryshme, por ajo që sot edhe pas 10 vitesh që ka ndodhur paktën atentati i dytë, Emiliano Shullazit dhe Gilmando Danit, ende nuk kemi, le të themi, një autor apo një person në kërkim në lidhje me këtë ngjarje. Edhe nga zbardhja dhe transkriptimi i aplikacionit Sky, në cilën janë zbardhur shumë ngjarje dhe shumë vrasje, nuk është bërë mundur paktën deri në këto momente që kjo ngjarje, le të themi, këto 2 atentate, që atkohë duken si të sinkronizuara, nuk janë zbardhur akoma, megjithatë zbardhja policia, po ato njëri tjetrit i kanë zbardhur e din. Po patjetër, kjo nuk është, shiko, duke rikthyer pak makinat përpara. Duke rikthyer që patjetër që ato me njëri tjetrin kanë ndjeni. Besoj edhe një pjesë e bisedave që lexojmë në Sky, ato janë të qartë mbi njerëzit që i kanë nxjerrë prit apo njerëzit të cilët janë atentatorët, por po flas ligjërisht, duke qenë se një pjesë e ngjarjeve policia nuk ka mundur t'i zbardhë, ndoshta edhe se nuk ka dashur, ndoshta se e ka pasur pamundur. Prokurisë së posaçme i ka ardhur në ndihmë aplikacioni Sky duke bërë të mundur zbardhjen e disa ngjarjeve dhe arrestimin apo shpalljen në kërkim të disa personave. Por në këtë rast, qoftë atentati i 2011-s ndaj Gilmando Dani, qoftë ai i 2015-s ku ishte së bashku me Emiliano Shullazin, nuk janë zbardhur edhe fal aplikacionit Sky, por që le të themi